Për 2 ditë Gjirokastra u kthye në një pikë takimi e studiuesve akademikëve dhe kërkuesve shkencor nga vende të ndryshme të Europës dhe Azisë. Konferenca ndërkombëtare ndërdisiplinore shkenca dhe inovacioni për zhvillim të qëndrueshëm bëri bashkë pedagogë e studiues nga vendi dhe bota që prezantuan rezultatet e kërkimeve të tyre mbi zhvillimin e qëndrueshëm, inteligjencën artificiale, inovacionin dhe arsimin e lartë, duke e kthyer konferencën në një platformë të rëndësishme të dialogut shkencor dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Tema ime ishte lidhur mbi të gjitha me kryqëzimin e njohurive të disiplinave të ndryshme që është kusht i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm. Fola mbi të gjitha mbi rëndësinë të bashkëpunojmë sa më shumë bashkë mbi tema të ndryshme siç mund të jetë zhvillimi i objektiveve të zhvillimit të qëndrueshëm apo si mund të jetë lidhja me transparencën apo lidhja me ekonominë, si mund të bashkëpunojmë sa më shumë edhe në nivel lokal, nacional dhe ndërkombëtar, por gjithashtu si mund të bashkëpunojmë nga pikpamja shkencore dhe praktike bashkë në mënyrë të tillë që të japim zgjidhje sa më efikase për zhvillimin e qëndrueshëm. Fokusi im është raporti midis inteligjencës artificiale dhe sfidave reale. Pra të gjithë ne sot jemi viktim të inteligjencës artificiale, ajo ecën shumë shpejt, më shpejt se shpejtësia e mendimit ton, dhe në pjesën e programimit, në pjesën e asaj që ajo prodhon, ne kemi të humbur betejën me atë siçënie njerëzore. Por në raport me vlerat, akoma deri sot nuk kemi një software apo një produkt inteligjencë artificiale që ka ndjesi shpirtërore. Të ftuarit e vlerësuan këtë konferencë jo vetëm si një hap të rëndësishëm të Universitetit e Qenem Çabej drejt ndërkombëtarizimit, por edhe si një augur të mirë për rajonin jugor. Iniciativë shumë e madhe dhe falenderoj kolegët e mi që kanë mundur të organizojnë diçka të tillë dhe pse universiteti është i vogël. Janë disa shtete që janë të përfaqësuara dhe janë disa profesorë shumë të mirë dhe kjo ndikon shumë në zhvillimin e marrëdhënieve me Shqipërinë, por gjithashtu me Universitetin e Gjirokastrës që tregohet gjithmonë shumë iniciativë, tregon shumë kërkesë dhe iniciativë për bashkëpunime shkencore. Që konferenca sot është një augur i mirë edhe për universitetin, por edhe për qytetin e Gjirokastrës. Unë vlerësoj dhe kam shprehur që Gjirokastra ka një avantazh për që një pol i asaj që ne quajmë turizmi shkencor. Në këtë rast, duke pasur parasysh edhe fokusin e sfidave që ka konferenca, përputhet plotësisht me sfidat që ka vetë vendi ynë. Flasim për një zhvillim të qëndrueshëm, i cili kupton një harmonizim më të mirë të zhvillimit ekonomik me mbrojtjen e ambientit dhe me rritjen e aftësisë konkurruese të vendit. Kjo konferencë solli në Gjirokastër pedagogë studiues nga 12 vende të botës.